fundi i surës Yasin lidhet shumë me aktualitetin në të cilin gjendemi. Allah i Madhëshëm thotë: "Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa." A nuk e ka pa njeriu që ne e kemi krijuar atë prej një pikë ujë dhe ja ku është ai kundërshtar i rreth. Dhe ai na ka sjell neve shembull dhe ka harru krijimin e tij të parë, duke thënë: kush do t'i ngjall eshtrat pasi që ato të bëhen hi edhe dhe. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj, do t'i ngjall ai i cili i ka kriju herën e parë. Dhe ai është i njohur për çdo krijesë. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara. Është ai i cili prej drurit të njom ju ka bë zjarr. Dhe ja ju nxeheni prej tij. Kur erdhëm fillimisht në këtë vend, disa vëllezër thanë: "A është e mundshme të dhezet zjarri prej këtyre drojve që përveç që janë të njom, i ka kapë edhe shiu, i ka kapë edhe lagështia, se më herët ka ra shi me të madhe dhe çdo dru është i lagt. Po ja, prej këtij drurit lagt u dhe zjarri." Pra Allah i Madhëshëm po na sjell neve fakte nga fuqia e tij, për me na kujtu që ai është i gjithfuqishëm dhe se ai do të na ringjall dhe do të na të bëj për të na llogarit. Se mos të shikon dita llogaritës nuk është pas kuptim kjo botë. Pra dy fakte kryesore po i sjell. E para është, po thot, ai i cili ju ka kriju herën e parë do t'ju ringjall. Sa i dhujtari çfarë tha? Pa kush do të më ringjall mu pasi që të bëhem hi, do të ringjall ai i cili ka kriju herën e parë. Dhe ai e din krijesat e tij, e din çdo detaj. Imagjinoni edhe bari është i musht me informata. Dikush i ka programu këto informata. Ka qeliza. Organik është, bari është i gjallë, është ka organe. Druri, e mos flasëm. Pra ai që na ka kriju herën e parë, herën e dytë është më e lehtë. Po edhe këtë fakt pas sjell. Prej drurit të njom, prej drurit me lagështi, që ne jemi dëshmitar, shika zgjen. Kjo është vallahi mrekulli, po ne na u ka bën normale. Se pasha Zoti mrekullia është edhe që lind diell, edhe që perëndon. Edhe natyra kur ringjallet, po ne na u ka bën normale. Na ka bën rutinë se ky zjarr është diçka me të vërtetë e çuditshme. Qysh del zjarri prej druve të njom, është mrekulli. Me hin nivel atomik është shumë e çuditshme, edhe mrekulli është. Qysh bashkëveprojnë molekulat mëdhej kësaj janë, me oksigjen, e me karbon, e me shumë mjet të tjera. Pastaj në fund i lartëmadhëshëm sjell edhe një argument tjetër që do të na ringjall. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. A nuk është i fuqishëm ai i cili ka kriju qiellin dhe tokën, që me kriju diçka të ngjashme me ta? Bala wa huwa al-khallaqul alim. Gjithsesi ai është i fuqishëm dhe ai është krijuesi i gjithdijshëm. Ktu ka një shprehje më e veçantë e krijuesit, se krijuesi është el khaliq. Mirë, po këtu ka ardhur el khallaq, do të thonë që krijon shumë. Në Allah i Madhëshëm përveç që është krijues, ai është edhe kreativ, po edhe krijon shumë. Edhe është i gjithdijshëm. Na ka kriju neve, i ka kriju insekte, i ka kriju gjallësat. Po a nuk është fakti i tretë? A nuk është ai i cili e ka kriju qiellin e tokën i fuqishëm që mirë ngjall përsëri? Ata është shumë krijues dhe i gjithdijshëm. Prandaj këto janë disa fakte të fuqisë të Allahut Madhëshëm që me të vërtetë është mirë që ti meditojnë, se këto gjëra na realisht na rrethojnë gjatë gjithë kohës. Mirë, po ne duhet të mos i lëmë vetëm në formë autonomike, por të meditojmë dhe ta kujtojmë fuqinë e të lartëmarrëshmes.